Mos ndoshta nga ana e saj Ivanka Trump ka dashur që të shmanget Edi Rama në mënyrë që të mos kompromentohet me të nisur edhe mbi ato për të cilat ai akuzohet. Se kuptoj si tashmë nga kush? Pra, pyetja konsiston në faktin që mos ndoshta Ivanka Trump ka dashur të shmanget Edi Rama duke mos bërë foto me të në mënyrë që ajo të mos kompromentohej së bashku me Edi Ramën, duke qenë se ai akuzohet ose më saktë dyshohet si i përfshirë në çështjen e Charles McGonigal dhe në raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës pothuajse ka të ngrira. Po kësa i thonë të mbulosh kokën e të zbulosh si struci. Zotri, ajo, ajri për të bërë marrëveshje, me këtë do e bënde marrëveshje. Do e bënde me Edi Ramën. Pra pse e mbulon? Çka që e mbulon? Pse? Nëse është legale, nëse është e ligjshme, nëse është e ndershme, nëse është transparente, do të publikonte siç është rregulli. Ajo e di që s'ka gjë në dorë, dhe ajo e di që nuk përfaqëson asgjë. Ajo përfaqëson bashkëshorten e një hebreu amerikani. Kaq. Nuk përfaqëson gjë tjetër. Asnjë gjë s'ka. Por këto janë manovrat e këtij kryeministrucit tuaj, i cili kërkon me çdo kusht që të hyj në shtëpinë e bardhë. Nuk do shkoj. Do shkoj me hekur në Amerikë, po shkoj, po jo si kryeministër. Për këtë të jetë i sigurt. Të jetë shumë i sigurt bile. Zoti Islami, për ta ribërë edhe një herë pyetjen, po në një formë tjetër, pse nuk pati një shfaqje publike, po themi, të Ivanka Trumpit dhe Edi Ramës, pikërisht sa i përket ishullit Sazanit apo investimeve amerikane në Shqipëri, por u desh të takoheshin skutave një herë në restorant dhe pastaj pritja në kryeministri në natën vonë. More, më fal, në miliona raste vjedhjes që bëhen në botë, sa vjedhje bëhen ditën për diell? Sa përqind? 0,001% bëhen ditën. Të tëra marrëveshjet, hajdutllëqet, vjedhjet bëhen natën. Prandaj dhe ata si hajdut që ishin të dy palët, si Kushneri, se s'po them për Ivankën, se grua është e do të bindet burrit. Ajo ka rënë në fakt në kurthin e Edi Ramës. Dhe ajo në këtë rast është për t'i qarë hallin. Po i shoqi nuk ishte i pranishëm në fakt. Është si futi mençur ai. Ai di mirë se ç'bën. Jo, nuk ishte i pranishëm në Shqipëri sepse do duhet të udhtonte drejt Moskës në radhët e delegacionit që bën pjesë sa i përket negociatave me Ukrainën. Shumë mirë më the. Ai ishte në Moskë sepse nëpërmjet që nga Moska i dërgonte udhëzimet Ivankës dhe Edi Ramës se si të vepronin për të marrë Sazanin e Kushneri dhe për të marrë dhe për të vajtur dhe në zbërnes. Prandaj të thash që hajdutët bjedhin natën, nuk bjedhin ditën. Dhe marrëveshja e tyre ka qenë marrëveshje hajdutësh, jo marrëveshje njerëzish serioz dhe shtet serioz. Daj të them që Edi Rama kujton se ç'ka bërë aty, gjithë s'ka bërë, një vrim në ujë. Po ja u them unë, e gënjen mendja, në Vlorë me Ivankën dhe me Kushnerin ai ka bërë një vrim në ujë. Zoti Islami, të fokusohemi pak te raportet mes Shqipërisë dhe Greqisë. Në këtë rast, sa i përket çështjes së detit, ku duket se tashmë kjo bisedë mbahet e fshehur, po themi në raportet mes Shqipërisë dhe Greqisë dhe ende nuk ka një diskutim të hapur publik, edhe pse më parë u la që do dërgohej në Hag për të zgjidhur çështja e detit midis Shqipërisë dhe Greqisë. Çfarë po ndodh në këtë rast? Shqipërinë zotëri sot e mbron Amerika. Dhe Amerika nuk do lejoj të vinë grekët të na vinë të na marrin bregdetin e Himarës dhe detin pjesën detare tonë. Dhe jam i sigurt, nuk e di, nuk kam gjë konkrete, por besoj absolutisht që Greqisë i ishte hequr veshi. Tak e kanë kapur për veshi atë Mitsotakin dhe i kanë thënë ku vetë ti, ku çon mushka aty. Kush je ti që dashke të bësh ligjin aty? Se këtë gjë po të ishte trim. Mitsotaki e bën edhe me Turqinë, po Turqia i tregoi vendin. Edhe këtë kërkojnë që ta bëjmë me neve. Nuk do bëhet zotëri. Dhe marrëveshjet që bën Edi Rama me ta nënve, se janë grekët vazhdojnë në marrëveshjen që kanë bërë
në ngratën në 2009, në tetor të 2009, zotëri. Në prill të 2009, kur u bën gjerim, ajo Bakojani e motra e këtia. Motra e kryeministrit grek. Po, kur Lulzim Basha firmosi marrëveshjen me Bakojanin. Që gojtë e liga ta din shqiptarët, në Greqiun kam qenë atje dhe e flisin pothuajse hapur fare gazetarët grek, që kjo Bakojani është e jëma e Mitsotakit, jo e motra. Që ta din, është e jëma. Megjithatë pak rëndësi ka kjo. Rëndësi ka që ajo familje do me çdo kusht që të marrë atë det që u premtoi dhe që bëri marrëveshjen ai Sali Berisha dhe Lulzim Basha në 2009. Ajo marrëveshje siç e pa shkoi përfundoi në Shqipëri, përfundoi në kusht plerave. Por grekët e kanë miratuar në parlament dhe e pretendojnë, nuk do arrijnë asnjë gjë sepse Shqipëria ka zot. Që politikanët tanë, jo politikanët, po shqipfolësit të shiturit, agentët, spionët, hajdutët, bakalarot e politikës shqiptare të këtyre 30 vetëve kanë punuar kundër Shqipërisë. Kundër Shqipërisë, të tërë papriashtit. Dhe ka ardhur momenti që Shqipërisë dikush t'i dalë zot. Dhe ai që ka dalë zot sot është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shteti i madh amerikan. Dhe grekët nuk do bëjnë dot absolutisht asnjë gjë, nuk do hedhin dot asnjë hap në marrëdhëniet në lidhje me pretendimet e tyre që kanë në Shqipëri. Grekët pretendojnë dhe gënjejnë në mënyrë pa skrupull që kanë 500.000 minoritarë në Shqipëri. Si i kanë apo si kanë 35-40.000. Ja që kanë lindur dhe fëmijë janë shtuar ata, do t'i vëmë 60.000. Kaq janë minoriteti grek në Shqipëri. Po dhe ata janë të ikur të tërë, s'kan vetur njeri. Dhe ata kanë ikur janë në Greqi. Kështu që Greqia përpiqet me çdo kusht që të duke quajtur Himarën minoritet, gjë të cilën e pranoi dhe Sali Berisha që e quajti minoritet Himarën, për turp të tij edhe për turpin e atyre që rrethojnë, sepse Himara nuk është minoritet dhe nuk na bëjnë dot minoritet bashkëqatarët e mi, na Progonati, na Golëmi, na Korvelesi, si për gjithandej që janë banorë të Himarës, t'i quajnë minoritet. Ose malsorët e veriut që kanë zbritur që në kohë Skënderbeu dhe janë vendosur atje. Dhe shikojni se keni në hartën në muzeun historik në Kruj, keni hartën e vitit 1500, ku në Ballkan nuk figuron të emri grek i Gjukundi, kishte vetëm shqiptar. Dhe harta quhet Skënderbeu. Pra, Greqia vazhdimisht ka kërkuar, se politika greke ka një gjë se unë e njoh mirë, se kam në një 15 vjet atje. Kërkon 10 që të marrë 1. Dhe shpreson që midis atyre qindra kërkesave që ka, të realizoj 1. Asnjë nuk do realizoj. Është ndihmuar politika greke në Shqipëri, ishte bërë dhurat duke ngritur 2 bashki me Komisi greke. Finiqi dhe Edropullit, e Dervisianit. Zotëri, edhe këto do shuhen, do vi ora që do shuhen këto. Ne presim të bëhet bashkimi kombëtar në Shqipëri. Presim që Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Malizi, Reshev dhe Çamëria t'i bashkohen turmut mënd. Dhe kjo do bëhet, se është plan i bërë këtu në 100 vjet përpara. Do bëhet, jenë sigur shqiptarët që do bëhet.